Vëllezër të nderuar, tani për momentin jemi në fundin e muajit Ramazanit. Ky është aktualiteti jonë. Aktualiteti jonë është që t'i bëjmë lam të mirë këtij muaji, t'i bëjmë lam të mirë këtij musafiri, cili na ka kënaqur këtë ditë kaq të bekuara, këtë ditë kaq të vlefshme. Me të vërtetë kur vjen një musafir me shumë dhurata, ti normalisht që pikëllohesh kur ai të shkon. E kështu është Ramazani, ka ardhur me dhurata të shumta. Në këtë muaj janë zbut zemrat, janë bajt lihet farefisnore, janë shtu lëmoshat, janë hap dyrët e xhenetit, janë mbyll dyrët e zjarrit, janë lidh shejtanat. Gjithë këto vlera po na shkojnë për të shkojmë ky musafir, kështu që ne me ndaljen e tij normalisht që ndjehemi emocionalisht të frustruar. E përdesa është gjendja jonë e këtij në fund Ramazanit është mirë me përmend një çështje, se ne gjithmonë e përmendim që esenca e fesë është që ne të përmirësohemi shpirtërisht. Muhamedi alayhis salam ka thonë, është në trup një cop mishi që nëse ajo përmirësohet, të gjithë trupi përmirësohet, nëse ajo prishet, të gjithë trupi prishet, thotë ajo është zemra. Zoti i Madhërisht dëshiron prej neve dy gjëra. Dëshiron prej neve që ne të garojmë vepra të mira dhe që të adhurojmë ata me frikë dhe shpresë. Kështu Zoti ka përshkruar pejgambert në surën e pejgamberëve, që quhet Al-Anbiya, suratul Anbiya, surja e pejgamberëve. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ata profetët kanë qenë që kanë nxituar hajratën dhe veprat mira, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dhe na kanë lutur neve me shpresë dhe me frikë, dhe kanë qenë të nënshtruar ndaj nesh. Pra që kjo është ajo thelbi i Islamit, adhurim ndaj krijuesit, bamirësi ndaj krijesa. E këta Zoti kur i përshkruan me një sure tjetër, ta njerëz që nxitojnë vepra të mira, thotë janë ata të cilët bojnë punë të mira. Walladhina yu'tuna ma atau, japin prej asaj që Zoti ja u ka dhënë, dhe zemrat e tyre janë të friksuara kur e kujtojnë që kanë me dalë në ditë para Zotit. Pra kështu janë besimtarët e vërtet, bojnë punë të mira, bojnë vepra të hajrit, e adhurojnë Zotin, bojnë mirë krijesave, ju largohen vepra të këqija, po prap friksohen. Prap friksohen. Çka është shpirt mirësi, shpirt bardhësi që s'ki ku e gjanë ndryshe këta. Edhe dietarët e mëparshëm kanë thonë, çka frikë që e ki në zemër. Kjo është më e mirë se vetë vepra e mirë. Çka frikë, tash na e agjerum për shembull muajin e Ramazanit. Edhe tash e ndjejmë, thëmë ana ka pranuar Zoti. E çka ndjen është më e mirë se vetë agjerimi. Ashtu si në anën tjetër, kur bën dikush ndaj gjuna, edhe keshët, qaja e keshnja është më e keqe se vetë gjunaj. Kur dikush e bën një gjuna dhe ja u tregon tjerë e kom bash ta, që kjo tregimi, që kjo keshnja, është më e keqe se vetë gjunaj. Pse? Se kjo po kthehet te zemra. Kallëzën që zemër e mykt është. Duhet ajo zemër me largu ata myk, se është e prisht. Kallëzën zemër prisht, po livdohet me gjuna, po livdohet me punë të keqe, më keqe se vetë vepra e keqe. Prandaj edhe ne jemi prej atyre që e shprehin, bojnë punë të mira, po i bashkojnë, që kanë thonë ata sahabët, besimtarë, e bashkon punën e mirë me frikë. Kurse ai hipokriti e bashkon punën e keqe me shpresë. Ai hipokriti bën punë të këqija dhe shpreson në fund. Në fund shpreson. Kurse ky besimtari bën punë të mira dhe në anën tjetër friksohet. Le të jetë ky mesazhi i hutbes tonë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim.